Projekti shumë debatueshëm i rihetëzimit të qendrës historike të Durrësit, i njohur si projekti TID, i shoqëruar edhe me protesta, zbriti edhe në sallën e Kuvendit. Opozita tha se ky projekt që parashikon shembjen e 74 objekteve dhe restaurimin e disa të tjerave me vlera historike e kulturore, është bërë pa pasur konsultime me banorët që do të preken. Përgjigjen ndaj akuzave e dha Ministri i Kulturës Blendi Gonxha, i cili tha se është ngritur një grup pune për të vlerësuar vlerën e shpronësimeve të pronave pranë amfiteatrit të Durrësit. Aty bëhet fjalë pikërisht për identitetin e qytetit Durrësit. Bëhet fjalë për shtëpi të cilat nuk janë vënë një gozhd zoti Gonxhe sepse ishin në zonë konservimi. Është krijuar dhe një grup i ri i posaçëm pune për të bërë një rivlerësim të gjitha hapave dhe të gjitha pikpyetjeve, të gjitha kërkesave të reja të banorëve atje, të përditësohen vendimet e marra që kanë të bëjnë me çmimeve, referencave që kanë të bëjnë me ndërtimin, me kostot e ndërtimit, të cilat automatikisht shkojnë edhe ndikojnë edhe në shpronësime. Familja Kazazi, që ka një vilë aty që do i shëmbet, që me vlerë tregu është të paktën 400.000 euro, ju do e vlerësoni vetëm për 40.000 euro, 10 herë më pak. Dhe çfarë është më e rënda, zoti ministër, është që vila ngjitur me familjen Kazazi nuk preket. Në rast se do të shëtitoni ju, do të paraqiste pretendimet e veta në gjykatë dhe do të merrte diferencën e vlerës që ju përshkruani. Në të gjitha rastet që këto çështje kanë shkuar në gjykatë për siguri pa dije, janë rrëzuar nga gjykata. Projekti merr një rëndësi të veçantë sipas ministrit, pasi parashikohet të futet në listën e UNESCO-s. Shumë shpejt mendojmë ta kemi edhe në listën e UNESCO-s, pas një dosje të plot që ne do duam të kemi për një aplikim të ri dhe shumë domethënës për këtë amfiteatër, por edhe për zonën rreth tij. Vendimi i qeverisë parashikon shpronësimin e 74 familjeve e bizneseve me rreth 315.5 milion lekë. Shumë kjo që ka shkaktuar pakënaqësi dhe ka ngritur në protesta banorët që preken. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama u premtoi banorëve kompensim të pronës në vlerën reale të tregut. Aktualisht çmimet e reja të referencës që prekin 60 bashkitë e vendit pritet të sjellin një rritje të lartë të vlerës së pronës, por ato ende nuk janë miratuar në qeveri, edhe pse kanë mbaruar procesin e konsultimit që prej verës së 2025-s. Projekti TID financohet dhe zbatohet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim me një buxhet prej $6.7 milion. Marrëveshja e bashkëpunimit është nënshkruar 6 vjet më parë mes Fondacionit, Bashkisë së Durrësit dhe Ministrisë së Kulturës.